Rreth 4.400 persona janë abuzuar seksualisht nga Priftërinë Katolik në Itali, në rastet e regjistruara që nga viti 2020, sipas shifrave të publikuara së fundmi nga Rete Labuzo, grupi më i madh i viktimave të abuzimit klerikal në vend. Sipas raportit, pjesa më e madhe të abuzuarve rezultojnë nën moshën 18 vjeç dhe djem, teksa nga 1.106 prifërinë të dyshuar, vetëm 76 u çuan në gjykata kishtare, 17 u pezulluan përkohësisht, 7 u transferuan në famulli të tjera dhe 18 u shkarkuan ose dhanë dorëheqjen nga detyra e tyre priftërore, kurse 5 prej tyre raportohet se kanë kryer vetvrasje. Kisha Katolike është ronditur për dekada, duhet thënë, nga skandalet që përfshin pedofilin dhe mbulimin e rasteve nga priftërinë, por autoritetet lokale të kishës në Itali janë akuzuar se nuk e kanë trajtuar problemin në mënyrë transparente. Ndërkaq Papa i ri mësohet se javën e kaluar u takua me të mbietuarit e abuzimit klerikal për herë të parë dhe u bëri thirrje peshkokëve të mos i fshehin akuzat për shkelje.